Partita Demokratike e Kosovës në krizë, është parti institucionaliste, gjithmonë ka një krizë kur vjen një moment i caktuar. Si e ke po këtë? Unë mendoj që kjo është njëra prej krizave më të mëdha në vazhd që nga kur ka ndru jetë presidenti i saj i parë, Ibrahim Rugova. Edhe mendoj kriza kur ishte atëherë për shkak të garës në leadership mes ish presidentit Sejdiu dhe Daci, qoj deri të ndarja e partisë, e cila ma vonë ribashkua disi, mirë po në atë kohë LDK-ja ishte partia më e madhe në Kosovë. Sot, LDK-ja përsëri është në prag të në ndarje të tillë, pat një ndarje të vogël ashtu me guxo, po kjo është e përmasave më të mëdha se sa e asaj që ka qenë me guxon. Që nuk kupton? Po që nuk kupton që nëse nuk arrin LDK-ja ta përballoj këtë në mënyrë demokratike dhe që të partia të mos e ruaj kohezionin e vet, ka shanse që të kaloj në një parti, jo vetëm në vendin e tretë, po në një parti e cila nëse ndahet do të humbë relevancën e vet të cilën e ka pas edhe si parti e tretë, do me thënë do psohet edhe ma tepër. Mirë po... Kjo që ndodh është ndarja e re. Nëse ndodh ndarja e re, sa po e shoh unë, nuk është larg mendsh që kjo punë të ndodh.